Eurostat në tetor të vitit të kaluar ka publikuar që kosovarët në këtë rast paguajnë çmimin më të lirë të energjisë elektrike që e konsumojnë në rajon dhe në Evropë. Konsideron që çmimet e energjisë elektrike në Kosovë janë më të ulta se sa në vendet e tjera? Nuk po e them unë, do të thotë duhet pasur parasysh. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë për konsumatorë, pasi që duhet bërë ndarje, për konsumatorët e ambjestërisë dhe bizneset e vogla të cilat janë të parapara në këtë rast brenda çmimeve të rregulluara nga zyra rregullatorit të energji, jo sipas me, mirë po sipas Eurostatit që është zyre do të thotë statistikore e Bashkimit Evropian, janë me çmimet më të lira në rajon dhe Evropë. Për i theksoj, këto janë, do të thotë, çështje të cilat nuk po i them unë, por janë brenda zyrës statistikore të Bashkimit Evropian që është Eurostat. Eurostatin të gjithë e njohim, pra nëse shkoni aty edhe shikoni, Eurostat në tetor të vitit të kaluar ka publikuar që kosovarët në këtë rast paguajnë çmimin më të lirë të energjisë elektrike që e konsumojnë në rajon dhe në Evropë. Po, Ismail, kishte diçka për të shtuar? Po, tash këtu kushtrim realisht do thanë shumë gjëra, nuk e pota mundësinë me ndërprej dhe me debatu për këto çështje, po fillimisht po duhet ndalem tek ajo pjesa deklaratave të Zorejës, se unë vetë kam lexuar një email nga një medium ku Zoreja shpreh qartazi që po e rishikon mundësinë ose po e shqyrton mundësinë e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Por ne nuk konstatuam se 100% do të ketë, por me që po e shqyrtojnë, po na alarmon edhe neve. Nga praktikat e kaluara, ne kemi parë se si ka reaguar vetë Zoreja. Kështu ka nisur me deklarata, po e shqyrtojnë mundësinë, do t'i shikojmë operatorët dhe më pas ka ardhur ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Pra, ne si grup gjithmonë kemi menduar që duhet të reagojmë para se të ndodhë ngritja e çmimit të energjisë elektrike, se më pas kur të ndodhë, vetë është shumë vonë. Ne mund të luajmë me fjalë, shikoni, ne mund të luajmë me fjalë dhe me deklarata të Zorejës gjatë gjithë ditës, por një gjë është faktike dhe një gjë është reale. Qytetarët në Republikën e Kosovës sot paguajnë çmim të energjisë elektrike më shumë se asnjëherë, pra më shtrejt se asnjëherë. Jo mund t'i shikoni vetëm faturat që na vijnë neve në për shtëpitë dhe banesat tona, pa i përfshirë këtu bizneset fare. Pra ne nuk mund të themi se nuk ka ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Në momentin që Zoreja prap na thotë se po e shqyrton mundësinë për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, padyshim që do të na alarmojë edhe neve si qytetar. Në anën tjetër, ne mund të diskutojmë prap për numra dhe statistika e ceka. Por imagjinoni nëse do të kemi prap, nuk po konstatojmë thjesht, po them nëse do të kemi prap ngritje të çmimit të energjisë elektrike, çfarë do të ndodhë me familjet që mezi ja dalin muajin. Pra këtu nuk po flasim, nuk e kemi hallin vetëm të një shtrese të mesme ose kryesisht që kanë gjendje të mirë ekonomike. Po flasim edhe për një shtresë tjetër ku mezi ja dalin të mbijetojnë me këtë pakë që e kanë dhe ju prap ngritni çmimin e energjisë elektrike. Unë spori habitë me vetë kuvendin e Republikës Kosovës, se deri vonë as deputetët kur kishim kuvend të konstituar nuk e ngritën si çështje. Më pas, kur e ponë që u bë madhe nga aktivistët dhe vetë nga populli, filluan të diskutuan për energjinë elektrike. Unë prap nuk pëlqohem në konstatime, ceka që kërkesa jonë kryesore do të jetë të krijohet një grup parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës që të hetoj këtë ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Asnjëri nga ne nuk jemi ekspert të fushës, të paktën sa i përket grupit të ngushtë organizativ të protestës, kështu që nëse ne kemi dyshime që aty ka pasur ose keq menaxhim ose keq përdërim të detyrës ose të ngritjes të çmimit të energjisë elektrike, le të merren institucionet përkatëse për to. Unë nuk e kuptoj pse duhet të jetë problem nëse qytetarët reagojnë ose kërkojnë transparencë nga vetë Zoreja përmes kuvendit të Republikës Kosovës. Unë besoj se kështu funksionon demokracia dhe kështu duhet të funksionojë secili popull normal. Unë nuk e di dhe jam në fakt i habitur se si qytetarët paguajnë më shtrejt energji elektrike dhe prapë gjejnë një lloj arsyetimi tek partitë e tyre politike ose nga backgroundet që ata vinë, sepse në fund të ditës faturat e çmimit të energjisë elektrike vetë do t'i paguajnë. Paqka se në protestat e kaluara ne kemi qenë të jetë të kënaqur sepse sheshet kanë qenë të mbushura, por normalisht që kur keni 3-4 protesta radhaze edhe intensiteti i protestës mund të vijë.